Po dhe migja i cili e donë të majs shumëti, Ebu Talibi, i cili e rriti Muhammedin a.s. Çka nuk e la që të hinë në Islam? Ai e shite se është rrugën, të gjithë këto e shishin se është rrugën e hakit të vërtetës. Po çka e mohoj këtë hak dhe të vërtetë? Krenarësia e tyre, menemallësia e tyre. Ato e refuzuan rëpsisht, ki nuk e luftonte, e mbronte dhe rujte prej tentativës që ta vrasin të tjerët, po nuk e besonte. Po çfarë arsye nuk e besonte? Kur usmu dhe ram dhe shek pejgamberi tha, po jo mingja, se do i ke shumë si thënë babës, se aje ke shërit pejgamberin a.s. Thuja la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që të dalë para Zotit shëruas, të rritë në Zotit për teje. Ja, dhe i këse, do të në nënçmoj, Arab të më thojnë që kjo kishë bon të abi gjallit vladit vetë. Në më thonë, qka ishte? Kjo kanalësia ishte.